tash kemi pa në një presion të butë ndërkombëtar, sidomos nga BE-ja që po pret që të angazhohet më ngushtë me Kosovën për çështje të ndryshme, duke përfshirë dialogun dhe besoj që nëse ka vonesat më të tjeshme do të ketë presion më të madh, kryesisht nga Bashkimi Evropian. Pastaj natyrisht mund të shkaktohen edhe probleme tjera me funksionimin e institucioneve nëse prapë rrezikohet që të shkohet në zgjedhje edhe një herë, domethënë do të ishte një fazë të tepruare e krizës institucionale, por shpresoj që partitë mund të bëjnë një marrëveshje dhe të mos shkohet përsëri në zgjedhje, si ndoshta ka një gatishmëri më të madhe për kompromis pas negociata, pas atyre përsëritjes së krizave dhe pas këtyre zgjedhjeve ku në një farë mënyre të gjitha partitë janë si me thonë refuzuar apo janë goditur nga votuesit, sepse ka pas një dalje më të ulët në zgjedhje dhe ka shenja që ka ndodhje me zgjedhjet e